Jeta shumë e bukur me fëmijët. Të kthehemi pak në kohë. Na trego në momentin e parë kur e morë vesh që në jetë do sjellësh trenjak. Cili ishte reagimi? Po tash kanë kalu afër 11 vite është kjo punë. Edhe normal që ai moment nuk harrohet kur. Ka qenë jo vetëm për mua befasi natyrisht edhe për bashkëshortin edhe për fëmijët që i kishim në shtëpi. Ka qenë diçka e mrekullueshme. Cila ishte ndjenja e parë që e pate? Ishte deri diku, po besoj që gëzim padyshim, mirë, po kishe pas siguri se kemi parë shpesh herë për binjak. Trenjak nuk është shumë e shpesht edhe shohim shpesh raste të tilla. Deri diku më pas na krijon edhe ato pikpyetjet se si doja dalim, sa vështirë është të rresësh 3 fëmijë në të njëjtën kohë. Kishe pas siguri në fillim. Po, normalisht se unë mendoj se secila nën i ka këtu gjatë shtatxanis edhe vetëm me një fëmijë ose edhe me 2 qeteti, mandej edhe me trenjak e di që i kam veç 2 dur edhe a muj mi adol, edhe me tretin që mos me lon anash, po nuk e di kjo është fuqia e Zotit edhe e kemi bu diqysh shumë mirë, diqysh se di, e kemi marrë me pozitivitet, edhe kur i shishim ato beba si kukullat e bukra, beso që s'kom flejt ndoshta fare, po jom përkushtu vetëm për fëmijët, që edhe mos me i haru edhe të tjerë që i kishim pak ma të rritur në atë kohë. Këtu edhe unë deshta më ndollë se e besoj, në fakt, sepse që të rrisësh fëmijë shpesher është të kalosh disa net pa gjumë, të mos bësh gjumë të rregull, të rehatshëm, mirë po të rrisësh 3 fëmijë në të njëjtën kohë, në të njëjtës moshë, më pas është edhe 3 fish përgjithësi më e madhe, sepse njëri mund të flejë, tjetri të zgjohet, tratosh të tretë në të njëjtën kohë. Sa ka qenë sfidë kjo për ty? Sa ka qenë e mundimshme, pavarësisht gjanave të mira cilat i ka sjellë dashurisë që një nanë mundet me i pas për fëmijët e vet, ka dhe ato sfidat ku ka njerë na lodhin, po besoj, si shoqni, si persona përgjithësi. Mu bashkë po m'len t'i përshtypje që shpo mundesh me analizu edhe me i ditë, kjo është vështirë, kjo punë e nanës, po shumë respekt për ty, bravo. Dhe normalisht që, po, nuk e di, besom që edhe tash kur e pys vetëm qysh ku mujt me 3 beba, se 3 beba ti në fillim, do me thonë edhe i këshyrë qysh po marin frym. Po. Sidomos këta kanë qenë pak më të hershëm, me dhe vatë veqet se fëmit që i bojmë kështu kanë jo. Edhe ka pas ma shumë sfida, edhe frika, edhe nuk e di, kom qenë shumë e fort, mandej kom pas edhe bashkëshortin që i kemi i bo bashk, edhe fëmijët tjerë që ishin pak ma të rritur më kanë ndihmu. Do me thonë, kjo ka shku, po di, si familje, si bashkja kemi i dojnë. është diçka që është punu në tërsi dhe mas nej ka qenë pak ma e lehtë. Sot fëmijët janë 11 vjet, apo... I bojnë tash në vjerë 11. I bojnë 11 vjetë. Është interesante për besoj edhe për ta, në rast se shohin edhe, ndoshta edhe pa dashjen e tyre deri diku, janë bërë mediatek, duke folë për fenomenin, janë ekspozu. Si i komentojnë, ose ato në mjaftë, mos e diskutojnë? Po, në fakt, unë kur kam hynë e media ka qenë muzika, nuk ka qenë familja dhe as trenjakët, nuk e ka dit as kush. Ndërkohë, kom fillu me tregu edhe për trenjak, fillimisht kom fillu me kongën time si peja s'ka dhe aty kom startu. Kështu që tash edhe normal që edhe fanzave të mi ju intereson edhe jeta paka shumë private e jamja. Kështu që unë e ndoj me knaqësi, kam familje, kam fëmijë dhe nuk fritoj as juve me ju tregu. Mirë po, edhe shumë e depru normal që edhe fëmijët kanë qef me pas paka shumë edhe atë privatësinë e tyre, mirë po këta trenjakët e din që janë diçka të veçantë. Natyrisht edhe kur ka festa, kur ka çdo që kemi që kanë ditëlindjen ose çdo festë tyne, është diçka shumë e interesantë sepse është e trefisht. Merr vëmendje pak më shumë se evente tjera që mund të jenë para se të bën këto për këta trenjakët. Cili ka qenë reagimi i fëmijëve? Mban mend në atë kohë? Kanë filluar me xhelozu, sepse po besoj që marr parasysh numrin e trenjakëve, tërvëmendja është kthy me gjas drejt rritjes syre për kujdesjes, kanë fjalën në kohën sa kanë qenë më të vogël. Kanë qenë fëmijët më të mëdhenj